Përse e quajnë Vaskën ikon lëvizëse të Korçës, sepse është një artist i mrekullueshëm, pjesë e shumë fushave të artit korçar, në teatr, muzik, organizime karnavalesh, pra një sër zhanresh që e bën njeriu më të famshëm të qytetit. Thuajse 43 vite karrierë të mbushura me emocione, lodhje e vështirësi, por që ja ka dalë të kthehet në një nga artistët më të dashur për korçarët. CNATV sjell për shikuesit profilin e Vaskëniçës, i cili tregon histori të veçanta nga jeta e tij, por si filloi karriera e tij. Të flasësh si thua për Vaskëniçën është shumë e vështirë të flasësh sepse është njësoj të flasësh për veten, të mburresh. Unë nuk e kam këtë dhunë ti. Tani jam afro në 43 vjet debutime në skenë dhe në të gjitha aspektet, kontribuar dhe kam marrë iniciativën që dhe të kontribuoj me mënyrën time, po njëkohësisht për të lënë dhe gjurmë në qytetin tim, sa do pak, sepse një kuror e bukur me xhevahir nuk mund të jetë e plotë në qoftë se i mungon një. Karriera ime është shumë e errët në të paktën me artin. Me kulturën mund ta them që në kopësht. Unë kam pasur dhunti që mësonja shumë shpejt poezit, vjershat dhe ju recitonja dhe ju tregonja të gjithë fëmijëve që në kopësht pralla. Kam luajtur dhe teatr. Më ka rënë në rolin një komisari për të luajtur. Më kujtohet një event shumë i bukur në Shtëpinë e Pionerit, kur jepnin shfaqje dhe pse mbajt mend sepse ishte problemi në kohën e komunizmit, kishte probleme me mënyrën e komunikimit. Por unë si i vogël që isha, në fund nxirrim gjithmonë portretet e byros. Edhe më kujtoj se tani mua më ka rënë Akitovska për të ngritur dhe kam ngritur me kokë poshtë. Ndoshta që atëherë kam qenë disident, e kam pasqyruar dhe në jetën time gjatë viteve, sepse kam dashur vërtet bukur dhe të gjithë demokracinë dhe gjërat e bukura të lira siç i do njeriu. Nuk dua që të mbetet njeriu, domethënë rob i atyre që i thon të tjerët, por të bëj atë që di më mirë vetë. Pjesë e karrierës së Vaskës ishte edhe teatri Kukullave, me rolin kryesor të Ujkut, një rol që e bënte me aq mjeshtëri, sa mori edhe pseudonimin e kësaj kafshe. Më vonë në zanafillin tim e kam vazhduar si të me poezitë, e pëlqenja shumë poezinë dhe shkruanja poezi, po nuk kam botuar asgjë. Po i kam përshtatur me këngët, me gjërat e tjera që dhe atribova pastaj në teatrin e Kukullave në vitin 1979. Dhe atje kam një plejad shumë të bukur të teatrit Kukullave me regjisoren Drita Kalamata dhe ajo në kam mësuar shumë gjëra dhe kam mbi 13 pjesë të xhiruara në televizioni shqiptar dhe kisha role kryesore. Gjithmonë më trisnin Vasku Ujku sepse luanja gjithmonë Ujkun. Mund të kem mbi 180 premiera të bukura të dhëna, por 13 janë të xhiruara. Të veçantë ishin ata që këndonin parodit. Unë duke shfrytzuar vokalin tim e përdora këtë. Risia për qytetin e Korçës ishte krijimi i karnavaleve, një organizim që zhvillohet çdo vit tashmë, prej vitit 1994. Një prej kontribuesve në këtë organizim ishte edhe Vaska, i cili ka luajtur rolin e Chaplinit, por ky ishte vetëm fillimi i një rrugëtimi të gjatë të karrierës së Vaskës, i cili kaloi më pas në zhanrin e dramës, duke fituar edhe çmim të parë në Rusi. Në vitin 1994 mendua me të krijuar Bashkinë e Re. Ka qenë kryetar bashkia Gjergj Gjinko, më kujtohet tani, dhe merr iniciativën dhe na mbledh të gjithë artistëve, mbi 100 vet artistë në atë qytet, që të krijonin karnavalet. U dhan disa kontribute në këto, atje isha një nga protagonistët kryesorë dhe unë, dhe filluam karnavalet për të parë pas demokracisë. Dhe kemi bërë karnavalet e para në këto me shkollat e mesme me këto, atje kam luajtur për të parë dhe rolin e Chaplinit, që ishte nga rolet më të bukura të mia. Unë kalova dhe me dramat dhe kam bërë shfaqje shumë të bukura
sa kemi arritur dhe kemi kaluar edhe jashtë kufive. Është për të përmendur në viti 2007, kur kemi shkuar në San Peterburg, në festivalin balkanik të teatrave, që bëheshe nëpërmjet gjuhësisë. Dhe ishte një event shumë i jashtëzakonshëm për ne. Nga të gjithë gjuhët e Ballkanit flitesh atje dhe atje kemi marrë dhe çmim të parë. Krahas karnavaleve dhe teatrit, fokusi i Vaskëniqos mbetet tek muzika e më konkretisht tek serenatat korçare. Kitarën e ka mësuar në mënyrë autodidakte, duke mos njohur notat. Ai ka krijuar rreth 42 këngë dhe 2 albume, të cilat i ka realizuar bashkë me djalin e tij, Marion. Më din që i bie dhe kitarës. Dhe kitarës i bie, po e ka mësuar vetë në mënyrë autodidakt. Por ajo më ka ndihmuar shumë edhe në krijimtarinë time. Se kam afro 42 këngë mia që i kam bërë. 2 albume i kam bërë me djalin tim, Marion. Në festën e 100 vjetorit të pavarësisë u bën shkas shokët e Marios dhe të gjithë djemtë e tjerë që mblidheshin me grupet me mua, thanë, pse të mos krijojmë një grup tonin me të rinj serenatistë. Dhe vendosën, bile ata e vendosën dhe emrin, Ëndër Serenate. Dhe për 6 vjet neve e koordinuam shumë bukur, kemi bërë shumë koncerte, kemi nxjerrë dhe NCD, me gjithë, por duke ruajtur gjithmonë këngën e serenatës korçare dhe traditën ashtu siç kanë qenë këngët. Dhe mua më bëhet qejf sepse nga ato grupe u bën afro 100 vet në grup, në këto. Dhe nga këto dolën 5-6 grupe të tjera, bile njëri nga djemka që kam pasur atje unë në grup e kam tani protagonist tastierist. E kam me vete. Dhe u bën 5 grupe të tjera që këndojnë në lokale, në vende të tjera dhe transmetojnë në serenatën korçare ashtu siç ka qenë, përveç dhe këngëve të tjera të tyre që ju pëlqejnë. Dhe mua më bëhet zemra mal që kjo rini domethënë merret në vend të merresh me gjërat e tjera, u mor me serenatat. Krijimi i grupit Ëndër Serenate ka sjellë edhe benefite për Vaskën dhe djalin e tij. Ata filluan të këndonin në lokalet e Korçës, e ndërsa sot Mario ndodhet në Amerikë, ndërsa Vaska vijon të këndojë serenatat në një prej restoranteve të qytetit. Filluam po këndonin në lokale, mora dhe djalin. E kam futur që 17 vjeç Mario. Vazhdova, por gjatë rrugës pashi që nuk duhesh vetëm thjesht të këndoje në për lokale. Se unë përveç këngës dhe edhe materialeve të bukura që i kanë specifike dhe ruaj traditën originale të Korçës, unë kam më ka dhënë dhunë ti arti dhe dramaturgjia. Dhe ne e kthejmë në spektakël. Për shembull, dhe këtu ku po punojmë tani, tek O2 në butik, në këto, ne e kthejmë në spektakël. Dhe në spektakël që ja u bëjmë qefin të gjitha trevave, por baza është serenata. Dhe në fund ju bëjmë ambient, por pse jo, bëjmë dhe humor. Dhe unë ju them gjithmonë para se të filloj. Tani do t'ju këndoj një këngë me cek, siç e them ne nga Korça. Dhe bëhet një qetësi absolute në sallë. Të kenë kujdes të gjithë burrat që kanë gratë afër dhe të gjitha gratë që kanë burrat afër. Arsyeja vetëm është kjo për fjalët që them unë në këtë. Unë e kam bërë kolazh, nuk janë, s'është kënga ime. Është kolazh e mbartur nga tjerë dhe është bërë kolazh shumë i bukur. Dhe kënga është desha të roja në vetmi. Lar syçkave o djallëzore, lar buskave plotel mati, por jo nuk rohet pa dashnore. Në këtë moment krijohet hilariteti i madh. Dhe gratë që kanë pasur xhelozi me burrat e tyre krijojnë insinuata të vogla. Po ka dhe burra që kënaqen shumë dhe thotë faleminderit shumë. Se na kënaqet thotë, e vërtet. Shumë vite karrierë, por me siguri diçka ka mbetur peng në jetën e Vaskës, e këtë na e tregon vet ai, pak me keqardhje, por edhe i bindur në fjalën që ka thënë shumë vite më parë. Një peng e kam, të them të vërtetën, sepse duke qenë një nga protagonistët kryesorë në vitet 79, 81, 82, unë më 83 kam konkurruar për dramaturgji. Bashkë me mikun tim, që nuk ronë me, Emil Bibolli. Dhe kemi konkurruar dhe bile disa materiale i kishim të dy të përbashkët. Dhe është e çuditshme, domethënë ne që kishim më shumë flet lavdërimi dhe mburje nga të gjithë, ishim nga aktorët më të mirë në qytet, në këto, ne nuk fituam dot. Dhe ishin shumë arsye, shumë gjëra të tjera, por unë përdora atë mënyrën time të unit tim. Se duke u rritur dhe se kam qenë, babaj më ka lënë 8 vjeç, edhe jam rritur domethënë me, si thua, vetëm me nënën dhe nuk kisha ku të kisha krah në këto. Mu lutëm përsëri, kemi bërë gabim, më thënë.
Nuk na shpun as në Tiranë të konkuroni, imagjinoje. Kulmi. Dhe na lutën prapë. Mbaj mend Petraj Zote, drejtori i teatrit Ndjes Past, edhe Petraj Mariani të tjerë, Vaska kemi bërë gabim të lutem do vish vitin tjetër do konkurosh përsëri. Sa atëherë ishin konkurimet shumë e ketë. Do vish i thashun, unë nuk vej më tash. Unë do shkoj ushtar dhe se kam problem fare, ti jem, ky që jam. Po vetëm një gjë po ju them. Artistin e sfidon skena dhe do të shikoni, ata që i dërguat ju në shkollë, do t'jenë në skenë apo do t'jem unë. Dhe ajo vërtetua. Edhe unë se jam shkëputur nga skena asnjë. Vaskë Nico mund të quhet me plot gojë një ikon lëvizëse e qytetit, e këtë e pa më së miri në historinë e tij të jetës, një personazh që ka lënë gjurmë në artin shqiptar.